takimi Albin Kurtit me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi nuk i ka dhënë zgjidhje ngërçit për konstituimin e kuvendit në vend. Seanca e 9 u mbyll pa rezultat, teksa vetëvendosje tentoi që të zhvillojë një votim të fshehtë për kandidaturën e saj Albulena Haxhiun, por nuk ja arriti. Qysh në orët e hershme të mëngjesit, kreu i vetëvendosjes Albin Kurti takoi kreun e PDK-s Memli Krasniqi për të biseduar se si të tejkalohet bllokada për konstituimin e kuvendit, ndërsa kreu i LDK-s kishte refuzuar të marrë pjesë në takim. Palët nuk u lëkundën nga qëndrimet e tyre. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit, partisë që ka dalë parë. Menjëherë pas takimit nisi edhe seanca ku ndryshe nga herët e tjera, kryesuesi propozoi votim të fshehtë. Konsideroj që forma e duhur që mund të hap rrugën për konstituimin është votimi në mënyrë të fshehtë. Kjo u kundërshtua nga PDK, LDK, Lista Serbe dhe AAK. Zoti Kurti thash edhe në takimin më herët, nuk keni drejt në mes të votimit në ndryshu formën e votimit. Kjo që po bëni është arbitrare, është shkelje kushtetuese, shkelje rregullores. Nga 110 deputet prezent, vetëm 56 deputet votuan, 55 për dhe 1 kundër. Seanca u ndërprej për të vazhduar pas 48 orësh.